Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht do të lexojmë nga Dhjata e Re tani nga Ungjilli sipas Mateut duhet të jetë është Ungjilli sipas Markut, kapitulli 7 dhe paragrafi 24. Ungjilli sipas Markut, jo sipas Mateut. Ungjilli sipas Markut, kapitulli i 7, paragrafi 24. Flet për gruan Sirofenikase. Pastaj u nis që andej dhe shkoi në krahinën e Tirus dhe të Sidonit. Hyri në një shtëpi dhe donte që askush të mos e dinte, por nuk mundi të qëndroj e fshehur. Në fakt, një grua, vajza e së cilës kishte një frym të ndyrë, duke dëgjuar për Jezusin, erdhi dhe u hodh para këmbëve të tij. Tani ajo grua ishte greke, me prejardhje sirofenikase dhe ju lut që ta dëbonte demonin nga e bia. Por Jezusi i tha, lëri më parë fëmijët të ngopen, sepse nuk është mirë të merret buka e fëmijëve e të hidhet këllyshve të qenvet. Por ajo u përgjigj dhe i tha, mirë, po flet o Zot, por edhe këllyshet në tryez han thërrimet e fëmijëve. Atëherë ai i tha, për këtë fjalën tënde shko, demoni doli nga vajza jote. Dhe ajo kur u kthye në shtëpinë e vet e gjeti të bijën në shtrat dhe demoni i kishte dalë. Shërimi i një shurdhme meci nga Dekapolis. Mbasi u nis përsëri nga krahina e Tirus dhe Sidonit, Jezusi arriti te deti i Galiles në mes të krahinës së Dekapolit dhe i paraqite një të shurdhët që mezi fliste dhe ju lutën t'i vërë duart mbi te. Si e mori veçmas larg turmes, ja shtiu gishtërinjt në vesh dhe mbasi e pështiu, ja preku gjuhën. Pastaj i drejtoi syt nga qielli, psheretiu dhe i tha, e fatha, që do të thot hapu, dhe me njëherë ju hapen veshët, ju zgjidh gjuha e gojës dhe foli rrjedhshëm. Dhe Jezusi u urdhëroi ata që të mos i tregojnë askujt, por sa më tepër u andalonte, aq më tepër ata e përhapnin. Dhe të habitur shumë thonin, ai çdo gjë e ka bërë mirë, ai bën që të shurdhët të dëgjojnë dhe me mecët të flasin. Akoma duam të lexojmë edhe tek kapitulli i 7 i Lukës. Luka kapitulli 7 nga fillimi. Centurioni i Kapernaumit. Luka kapitulli 7. Si e përfundoi gjithë këtë ligjërat, drejtuar popullit që e dëgjoi, hyri në Kapernaum. Tani një centurion kishte një shërbëtor që e donte shumë, e kishte të sëmur shumë për vdekje. Dhe centurioni kur dëgjoi për Jezusin, i dërgoi disa pleq judejnë që ta lusnin e të vinte të shëronte shërbëtorin e tij. Si arritën te Jezusi, ata e luten me ngulm, duke i thënë, ai e meriton që ti ta pranosh këtë gjë, sepse ai e do popullin ton dhe ai na e ndërtoi sinagogën. Atëherë Jezusi shkoi me ta. E kur ishte jo shumë larg shtëpisë, centurioni dërgoi disa miq të tij për t'i thënë, Zot, mos u shqetëso, sepse unë nuk jam i denjë që ti të hysh nën pullazin tim. Për këtë shkak, nuk e çmova veten të denjë të vi te ti, por ti fol një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Sepse dhe unë jam një njeri nën autoritetin e tjetër kujt, dhe kam nën urdhër ushtar, dhe i them njerit shko dhe ai shkon, dhe tjetrit eja dhe ai vjen, dhe shërbëtorit tim bëj këtë dhe ai e bën. Kur i dëgjoi këto fjalë, Jezusi u mrekullua prej tij dhe duke ju drejtuar turmës që i vinte pas tha, unë po ju them se as në Izrael nuk kam gjetur një besim kaq të madh. Dhe kur të dërguarit u kthyen në shtëpinë e shërbëtorit, që kishte qenë i sëmur, e gjetën të shëruar. Amen, fjalës të Zotit. 3 njerëz, me të vërtet të veçantë
në dhjatën e re, një kananease, ishte sirofenikase greke me origjinë, nga Siria, vajza e së cilës ishte e demonizuar. Por ajo dëgjoi për Jezusin dhe pasi dëgjoi për Jezusin, besoi dhe dashuria e saj që kishte për fëmijën e saj e drejtoi që të shkojë të takojë atë që në të cilin besoi se është i plotfuqishëm. Dhe kur ju afrua, thot fjala e Perëndis, e adhuroi duke i thënë, Zot, ndihmom, por ai nuk ju përgjigj, duke i thënë, unë jam dërguar vetëm për delet e humbura të shtëpisë të Izraelit, por dashuria e tij për fëmijën e saj e bën që të këmbgul përsëri. U përul përpara tij përsëri duke adhuruar dhe i tha, Zot, ndihmom. Dhe Zoti i thot, nuk është mirë. Ndërsa dishepujt i thonin, ndiqe, largoje atë grua. Por kush i afrohet Zotit me dashuri dhe me besim, kurr nuk ikën pa marrë bekimin e Perëndis. Me dashuri dhe besim. Dhe i thot, përse që ta përul, sepse ajo që i mungon, mbase, është ajo përulësia e thellë në mënyrë që tek të përulurit të mundet Perëndia të bëjë hir. Kush e përul veten e tij do të lartësohet. Nuk u dërgova, thot, veç se për bijtë e Izraelit, dhe nuk është mirë që bukën që kam për bijtë e Izraelit t'u jap qenvet. Por do t'u jap fëmijëve të mije, dhe këtu është ajo që të zbulohet ajo përulësia e plotë e asaj gruaje. Zoti thot, edhe qend që më the, han nga thërrimet që bien nga tavolina që han të pasurit. Dhe Zoti u mrekullua, qoftë për dashurinë e saj, qoftë për besimin e saj, dhe aq më tepër u mrekullua për përulësinë e saj. Po sa e rëndësishme është tek të përulurit bën hir. Dhe tha, o grua, i madh besimit. Dhe si u zbulua dashuria, besimi nëpërmjet dashurisë të saj. Besimi yt i madh dhe u bëft sikur don në ty. Dhe në atë moment vajza e saj u çlirua nga demoni. 3 karakteristika bazë. Dashuri ndaj vajzës të saj, besim tek Jezu Krishtit dhe përulësi e plot përpara Krishtit. Patjetër do të marr shumë më tepër nga sa mund të fantazoj në mendjen e saj. Në atë moment, si ishte nevojshme që Zoti të shkonte tek fëmia e saj. Në atë moment u çlirua nga demoni. Por është edhe një person tjetër i rëndësishëm, një njeri që ishte dhe shurdh edhe me mec, që ka disa të afërm të tij, shok mbase miq, që e duan shumë. Dhe jo vetëm që e duan shumë, por edhe besojnë, dëgjoni, besojnë se Jezu Krishti mundet të çliroj plotësisht këtë të shurdhët, që edhe të dëgjoj, edhe si me mec t'i vinje të folurit, edhe t'i hap veshet të dëgjoj, dhe t'i zgjidhe gjuhën që të flas. E duan dhe besojnë. Tani këtu është një pyetje që më bëri dhe mua Zoti. A më don më shumë nga të gjitha të tjerat? Beson se unë të dua me dashuri të veçantë, me dashuri të përjetshme.
Dhe unë zura të qaj dhe i thash, o Zot, ndihmom në mosbesimin tim. Ndihmom të besoj, por me besim të Perëndis. Dhe ndihmom të dua, por dashuria ime të zgjerohet edhe tek vëllezërit e mi më të vegjël, por edhe tek armiqtë e mi, edhe tek ato që më bëjnë keq dhe që më mundojnë. Më bëj, o Zot, të zgjerohet dashuria ime majtas dhe djathtas. Ky është sekreti i madh, vëllezër dhe motra. Kështu pra, edhe pse i shurdhët, nuk e dim se sa besim kishte ai njeri, apo kishte apo s'kishte fare, por ato që e quan këtë të shurdhët me mec tek Krishti, është e sigurt se kishin edhe besim, por edhe e donin shumë. Por tani, Zoti don të shoh për uljen e shurdh me mecit, sepse ajo është pra që do ta çlirojë njeriu. Për këtë arsye e largoi prej turmës dhe mori veçmas. Deri atëherë si bënte Zoti, i prekte dhe i shëronte Zoti. Apo nuk i prekte, thjesht thoshte një fjalë, jam një lebroz, shërom, dhe e shëronte Zoti. Por tani duhet që ta marrë veçmas këtë njeri, në mënyrë që ta përull, që ti tregoj se vetëm tek të përullurit bën hir. E mori pra veçmas, e largoi prej turmës, ato të dy vetëm, o Zot. Dhe çfarë bën atje? Vendos gishtat në veshët e tij dhe pështyn në gjuhën e tij. Po çfarë përuljet, e? A mund të fantazosh tani të vijë dikush dhe të puth në gjuhë, të të pështy në gjuhë? E të mërshme është. Dhe ja arriti Zoti, sepse gjithmonë ai ja del. I përulluri, i shurdhmëmeci u përull, dhe jo vetëm që u përull, por edhe hapi gojën e tij dhe foli, dhe u hapen veshët e tij dhe dëgjoi. Nuk është gjë e madhe kjo, vëllezër dhe motra? Mrekulli e madhe është. Por edhe sa u gëzuan ato që e quan, që e donin. Dhe sa u gëzuan edhe ato që e quan dhe besuan se me të vërtet Jezu Krishti mund të shëroj edhe shurdhmëmecët. Dhe mendoja, po të kisha unë një të afërm tim, shurdhmëmec, a do të besoja se Jezu Krishti mund ta shëroj? O Zot, na jep besim. Besim të aktivizuar nga dashuria, por nuk mund të kesh një besim të tillë nëse vetë Perëndia nuk përmbush zemrën tënde me dashurinë e tij, në mënyrë që të shndërroj shpresën tënde në shpresë të sigurt. Dhe kjo shpresë e jotja në Krishtin dhe vetëm në Krishtin të shndërroj besimin tënd në besim të aktivizuar nga dashuria. O Zot, na bëj të tillë të gjithëvet. Na jep, o Zot, frymë të përullur, zemër të butë. Na jep që të dridhemi gjithmonë në fjalën tënde. Na jep që të bëjmë gjithmonë të mirën. Hiq prej nesh, o Zot, nga prej brenda nesh çdo krenari, çdo zemër që të mund të fryhet, çdo fryrje të zemrës, sepse i vetmi që nuk kupton krenarin është krenari. Të tjerët e shohin krenarin tek ai. Po, si u bëj ashtu thonë, si u ka ta ndis kështu. Ç'e gjeti? I vetmi që nuk e kupton është ai vet. I vetmi që nuk kupton fryrjen e zemrës jam unë vet. Tek të tjerët bëhemi dukshëm. Por ajo që ka rëndësi
edhe në qoftë se fshehem dhe nuk më kuptojnë dhe të tjerët, Zoti më njeh mirë. Dhe rezultati, Perëndia është se i kundërshton krenaret. Për këtë arsye ju lutem shumë vëllezërit e mi, të lutemi që Zoti të na jap frymë të përulur, nëse nuk duam që përballë nesh të kemi Zotin që të na kundërshtojë. Po, din çfarë do të thotë të kundërshtojë Zoti? Të kërkosh dhe të thotë ik prej këtojit. Dhe çfarë do që të bësh? Të dështosh. Edhe personalisht, edhe familjarisht. Sigurisht që Ashazi ja doli, fitoi. Por fitoria e tij ishte një fitore për shkatërrim të tij, nuk ishte për bekim të tij. Do më thënë, a është e mundur që njeriu krenar të dalë fitimtar? Patjetër. Është mundësia, por është për shkatërrim dhe jo për bekim të Perëndisë në te. Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra. E përsëris, shpirti të gjithëve ne gjendet në rrezik dhe gjithë secili prej nesh le të shohim me kujdes veten e tij, së pari nga të gjithë flas për veten time. Sepse të gjithëve na flet për mua më tepër, për të përulur vëllezër dhe motra, i përulur, e përulur, më i përulur, më e përulur. Dhe si e kuptoj, apo si mundem të kuptoj, nëse jam krenar dhe nuk jam i përulur? Nga fryti im, nga rezultati, jo nga fitoria, sepse dhe Davidi thot, të paudhët fitojnë, dalin fitimtar, kurse unë po vuaj. Por ti David je si prej teje do të lindë Krishti, do të mundohesh, të paudhët do të shkatërrohen. Sa mirë që është të gjunjëzohemi në këmbët e Krishtit dhe t'i themi Zotit, o Zot të lutem, ki mëshirë për mua. Mëshira e Zotit është ajo, dhe më kujtohet diçka që kisha pësuar, unë lutesha dhe pyesja, Zot, a do të marrim pjesë në rrëmbimin e kishës? Dhe më thot Zoti, nuk është kjo pyetja e saktë. Pyetja që duhet bërë është, Zot, a do të marr pjesën në rrëmbimin e kishës? Dhe aty kuptova diçka që ishte shumë serioze për mua. Isha i sigurt se do të marr pjesë në rrëmbimin e kishës. Dhe gjoni, kjo është kënaria. Shikoja të garantuar atë punë. Isha i sigurt. Dhe u pendova. Dhe thash, o Zot ki mëshirë. Sipas mëshirës sate të madhe, sipas dëmshurisë sate të madhe, shpresa ime është vetëm mëshira e Zotit. Uroj të gjemi të gjithë hir dhe mëshirë nga Zoti, por të këtë përullurit bën hir. Dhe shkojmë tani edhe tek e treta, do të guxoja të thoja sipas mendimit tim, mund të jetë rasti më i rëndësishëm sipas mendimit tim. Di çfarë do të thotë të jetë një njeri centurion, atëherë centurion ishte komandant për 100 ushtar dhe të kishte një shërptor që e donte si fëmijën e tij. Ja dashuria. E donte sikur ta kishte fëmijë. Dhe pa pritur, ky shërptor që kishte, që e donte kaq shumë, u sëmur. U sëmur dhe është kaq i sëmur sa është për vdekje. Dhe duke dëgjuar për Jezusin, besoi dhe dërgoi, nuk shkoi vetë, sepse ishte jo hebre. Ishte jo hebre, por i përulur. Dhe nuk shkoi vetë tek Jezu Krishti, por dërgoi pleq të Judez,
judejnë që të shkojnë tek Jezusi duke ju lutur që të vinte të shpëtonte ose të shëronte shërptorin e tij të sëmur. Edhe judejnë të donin këtë centurion. Ishte një njeri i veçantë. E donin sepse e donte kombin ton, thonin judejnë për te. Sepse ai na ndërtoi edhe sinagogën, pra që të mblidhemi. Dhe vajtën judejnët që thonin se nëpërmjet princit të demonëve i bën mrekullirat. Ja mendoni, dërgojnë judejnët që vetë judejnët e urrenin dhe donin ta vrisnin Jezu Krishtin, duke blasfemuar akoma dhe frymën e shenjtë. Dhe i thojnë eja, sepse ai centurion e don kombin ton dhe është ai i cili e ka ndërtuar sinagogën që mblidhemi. Dhe Jezusi i dëgjoi dhe u nis me ta, ndërsa ishte jo shumë larg shtëpisë ku ishte i sëmur shërptori i këtij centurioni, me habi shef disa njerëz të tjerë që ky centurion i kishte dërguar, jo tani judejnë, por miqtë e tij, ku edhe ato janë besnik ose besimtar në Krishtin. I don dhe e duan centurionin. Dërgon shokët e tij dhe i çon fjalë duke i thënë: "O Zot, mos u shqetëso që të vish në shtëpinë time, sepse unë, si jo hebre që jam, nuk jam i denjë që të vish në shtëpinë time. Dhe as nuk e gjykoj," dhe dëgjoni pra çfarë për ulësie tregon ky njeri. "As nuk e gjykoj veten time të denjtë që ti as ti të vish tek unë dhe as unë të vi tek ti. Pra as nuk e gjykoj të denjtë veten time që të pranoj në shtëpi të më vish, dhe as së shoh veten time të denjtë që të vi unë të dal përpara tejet. Por unë kam pushtet," i thot. "Dhe besoj se edhe ti ke pushtet shumë më të madh nga pushteti që unë kam. Pushtet të plot ke ti." Shikoni se çfarë besimit të bukur ka ky njeri, por edhe çfarë përulësie tregon, derisa tregon dashurinë e madhe që ka për shërptorin e tij. Nuk është as vëllai i tij, nuk është babai apo nëna e tij, as i biri i tij nuk është, por dashuri për shërptorin që kishte. Kjo është dashuria. Nga që këtë e bere tek një më i vogli im, në mua e ke bërë. Nga që këto nuk i ke bërë tek një më i vogli, thot Zoti, shkot në zjarrin që djeg dhe përvelon. Zoti të na ruaj, vëllezër dhe motra. Unë jam njeri që jam nën pushtetin e disa të tjerëve, dhe gjithashtu kam edhe ushtar që i kam nën pushtetin tim. Kam unë njerëz nën pushtetin tim. Dhe si rezultat, ju them atyre shko dhe shkojnë. I them tjetrit eja dhe vjen. Por edhe shërptorit tim, i them beje këtë dhe ai e bën. Pushtet të plot kam, dhe në qoftë se unë, si centurion, kam pushtet të plot, pra që të urdhëroj dhe të gjithë të më nënshtrohen, ti, çfarë pushtetit ke? Cila është pushteti yt? Njeh pushtetin e madh që ka Krishti. Me përuljen e tij. Nuk jam i denjtë që të më vish në shtëpi, dhe gjithashtu nuk jam i denjtë që të afrohem, të vi përpara tejet. Por sikur unë them fjalë dhe bëhet, edhe ti o Zot mund të thuash një fjalë dhe të bëhet. Për këtë arsye të lutem, thuaje një fjalë o Zot, dhe shërptori im do të shërohet.
thuaj nga distanca, s'është nevoja as të vi unë, as ti të vish tek unë, por thuaj fjalë. Sa mirë që është kjo, që të mund të lutem edhe unë dhe ti dhe të gjithë ne duke thënë, o Zot, thuaj fjalë, sepse ti ke pushtetin e plot në qiell dhe në tokë, dhe unë jam i pa forcë dhe i pa vlerë, shërptor i pa vlerë. I pa forcë, më pak se 1-0, nuk jam i denjë për asgjë, por nuk e them vetëm me gojë dhe as me buzë, por duhet ta them me vepra dhe me vërtetësi. Kjo është përulja. Ai gjen hir nga Perëndia. Ai bekohet nga Perëndia. Në jetën e këtij njeriu lavdërohet Krishti. Dhe dini diçka, vëllezër dhe motra të dashur, ashtu sikur se jam këtu dhe shoh, njoh, dhe e di se ka njerëz të munduar. Si mundet që ky mundim i këtij shurdhmeneci, ky mundim i Kananeasit apo i centurionit është e mundur që të shndërrohet në bekim të plot dhe të përsosur? Bëhet kjo? Dhe përgjigja është patjetër. Me 3 karakteristika bazë: dashuri, besim, dhe do të guxoja të thoja dhe më të rëndësishmen, përulje deri në fund. Përulje të plot. Do më thënë, mundet Perëndia që mundimin tim ta shndërroj në bekim të plot? Përgjigja është me çdo siguri. Mundet që dobësinë time ose sëmundjen time ta shëroj me një fjalë, mundimin tim familjar ta ndryshoj me një fjalë. Ky është Jezu Krishti, ky është Zoti jon. Nuk është një krisht i vogël, nuk është një bjond me mjekër në një figurë, por jo, është kudo i pranishëm, këtu është, pranë teje qëndron. Preke cepin e rrobës së tij me besim. A i don të munduarit? Shurdhmemecin, fëmijën tënd, shërptorin tënd, centurion. A ke dashuri të tillë që të jetë e derdhur në zemrën tënde vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë? Ke, nëse nuk ke, kërkoje, sepse kush kërkon merr. Kush kërkon merr, kush lyp gjen dhe kush troket i çelet. Kërko. Zot, më jep dashurinë që kishte edhe Kananeasja, edhe shokët e shurdhmemecit, por edhe centurioni. Por nuk mjafton vetëm kjo, por më jep edhe besimin në Zot. Më jep besim të aktivizuar nga dashuria. Dhe përsëri nuk mjafton. O Zot, më jep edhe përulje të vërtet. Jo të dukem i përulur, por të jem i përulur në zemër, ku vetëm Krishti e din. Dhe atëherë do të shofësh
madhështit dhe mrekullit që mund të bëj Perëndia në jetën tënde dhe në ato që i don. Do t'i shofesh me çdo siguri. Nuk është fjala e Perëndis një përrall. Fjala e Perëndis është po dhe amen. Sa rëndësishme është që sot, kur të ngrihemi në këmbë, të lutemi gjithë secili për veten e tij, që të kërkojmë, të lypim dhe të trokasim tek Zoti duke i thënë: më jep o Zot këtë dashuri, dashurinë atërore, hynore, të derdhur në zemrën time për njerëzit, për të gjithë njerëzit, përveçanërisht për filanin apo për filanin. Dhe më jep një besim të Perëndis, në mënyrë që çfarëdo që të kërkojmë të marrim, dhe malit t'i themi të shkulet dhe të hidhet në det dhe të bjerë, por me një kusht: fal të gjithë njerëzit që kanë diçka kundër tejet, dhe kërko të gjithë ato që Zoti t'i bekoj më tepër se ty. Pra një falje e vërtet kjo. Dhe atëherë le të biesh përmbys deri për tokë. A je lutur ndonjëherë i rën në dhe, deri për tokë, domethënë, i përulur. Dhe atëherë do të shofesh se ç'është e mundur të bëj në jetën tënde i plotfuqishmi. E përsëris dhe uroj të më dëgjoni, bëjeni dhe do të shihni. Përulu deri për dhe, në dhomën tënde të lutjes, aty ku askush nuk të shef. Dhe të thuaj: o Zot, nuk mund të ulem më poshtë. Më poshtë nuk ka që të shkoj, o Zot. Dëgjom të lutem. Më mëshiro dhe bëj më të mirat dhe për vazhdim, jo vetëm me shpëtimin tim, por edhe për shpëtimin e atyre që i dua. Dhe atëherë do të shohesh, do të shofesh një të plotfuqishëm Perëndi. Do ta shofesh të qeshur dhe do të thotë: u bëft në ty sikur se kërkove. Besimi yt të shpëtoj. Amen.